Ndërkohë, me që jemi edhe me Remilin këtu, unë do doja që edhe Remili ta shihte, edhe të gjithë ta shohin, se ne pikërisht kemi një nga ato gjyshet që po na pret tashmë, po një gjyshe që nuk dallon fare, more që është gjyshe, që ka dhënë shembull shumë të mirë për faktin e palestrës edhe të paturit të një jete shumë aktive përsa i përket stërvitjes së saj. Gjyshe Rita, mirëmëngjes. Rita Kurti, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Je në palestër gjë? Në palestër. Sa mirë, perfekte. Je, papar. Pra flasim për një gjyshe 65 vjeçe, e cila ka mbi 17 vite në palestër? Wow! është frymëzim për gjithë. Pa diskutim. Tani, do na thuash pak pse zgjodhe ti që të shkoje në palestër nëse të kujtohet para 17 vitesh? Po, pse shkoja? Kam qenë e smur nga mesi shumë, nuk u drejtojsha do fare. Dhe fillova sportin me gjanë, kam jam shumë mirë, nuk kam mëdhimje, nuk pi asnjë ilaç. Po kush të çoj, si shkove në palestër? Pra, folje me mjekun tënd aso kohë apo ishte një vendim i joti, si shkove domethënë? Jo, vetë shkova, vetë, me tim shoq. Bravo, fantastike. A ishmë tepër të shkosh në çift, është mënyra më perfekte. Është akoma edhe më mirë. Unë uroj që të shkojmë gjithë në moshën asaj të jemi çift ashtu. Shumë e vërtet. Ndërkohë sa të ka ndihmuar ty palestra në jetën tënde, sepse ti thua që unë tani e shoh, po. Më thuaj. Shumë. Nuk ka më mirë se palestra. Nuk ka më mirë. Në veçanti aerobia. Po, më thuaj edhe një herë të lutem se nuk të dëgjova. Më pëlqen shumë thënë në veçanti aerobia. Në veçanti aerobia, pra le të themi aerobia që përfshin gjithë lëvizjen e gjithë pjesëve të trupit. Dhe ndërkohë ti në fillim bëje aerobi, bëje palestër, bëje kardio, bëje pesha. Në fillim do të kardio. Pastaj një aerobi. Sa bëj glat vogël, jo pesha, se pesha s'bëj shumë. Po. Po, bëjt ato bëjt nga ushtrime. Dhe sa herë në javë ti bën palestër tani, Rita? Si? Sa herë në javë bën palestër dhe nga sa minuta ose orë? 5 herë, dhe nga hëna të premtën, unë bëjt 2 orë. Wow! Në të premte 2 orë, je fantastike. Shiko, po na bën të ndihemi keq do. Jam kurios për këtë. Fantastike. Jam kurios për këtë tjetrën. Aty në klasat e aerobis që ti bën. Kam përshtypjen ti duhet jesh nga më të fuqishme, duke qenë se ke shumë kohë që bën aerobi. Ke të tjerë për shkakun që janë të rinj edhe që i mëson ti? Jam më madhja, këtu nuk ka sa unë. Po, dhe më madhja dhe më shembull patjetër. Tani do më tregosh pak se çfarë menduan familjarët e tu, rrethi jo shoqëror, mikeshat e tua që ndoshta të prisnin te kafja e mëngjesit, por ti e kishe më le të themi më të thjesht për të shkuar në palestë dhe më të rëndësishme. Unë kam natyrën që nuk jam në kafes. Okej. Unë vdes në palestë, të vim palestë për ditë, kënaqem këtu. Me shoqe me muhabet, shkoj në shtëpi, ndihmoj sa kam mundësi në usem, kjo është puna ime. A ke ndjerë paragjykime, të kanë thënë në një herë në një fjalë që po të çdo ti në palestër, pra i ke ndjerë këto paragjykime ndonjëherë? Bravo të qoftë, qa vullnet, si së ngja, si s'kemi ki vullnet në tatë, si të ankove i herë, në vend të më bëjtu ato lodha. Jo. Është e vërtet që palestra ta jep atë fushin akoma edhe më shumë, pra ti kur del nga palestra ke më shumë fushi për të punuar, ndoshta? Nuk kam as stres as gjë. Fantastike. Edhe shiko, jam emocionuar dhe bëhet aq shumë qefi që ka raste të tilla që janë shembull. Po, tha një fjali me shumë vlerë. Tha nuk kam stres. Nuk kam stres. Dhe është shumë e vërtet. Palestra është ajo që të heq komplet stresin e ditës. Do të thënë ti e fillon ditën me pozitivitet. Edhe besoj që në 15 vite që ka bërë, e ka atë energji. Po, mos ja ishim 2 vite, ka 17. Ka 17 vite. 17 vite. Sa ato 2 vite janë shumë të rëndësishme. Po, gjatë këtyre viteve, a ke marrë mbase djalin ose nusen, ose, do të thënë, si ka qenë kjo pjesë? I ke marrë me vete ata? Të gjithë familje, shkojnë edhe çuni, edhe burri ka pasjell, edhe shkojnë në palestër.
Pra, është pa diskutim, është pjesë e kulturës dhe edukatës në mënyrë si ndërtohet. Përveç saj është edhe shembull sepse nipi, vajza mund ta marrë si shembull, madje edhe kam qenë nga ato që kam marrë shembull babain tim. Vërtet, po, na thuaj edhe një herë të lutem. Jam praktikante e fesë islame dhe falem pesenti. Vërtet. Disiplin, është disiplin. Është disiplin që ka edhe në sport. Po, është disiplin, po ka një gjë pastaj që njerëzit këtu fillojnë edhe të bëjnë komente nga më të çuditshmet që. Po si ti je edhe praktikante, besoj se të ka ndodhur. Po, pra, se do ishte të pak në Shqipëri, do ishte pamundur të mos i dëgjoje komentet të tilla. Po, ti Rita kam përshtypjen që ke treguar që nuk i vë shumë re këto, por të paktën besoj ndonjë koment mund ta kesh pasur për zemër që të ka prekur kur e ke dëgjuar nga ndonjë person. S'kam pa gjë. Është mënyra më e mirë, le të flasin, unë vazhdoj jetën, vazhdoj palestrën, heq stresin, përkushtojnë familje, sa mënyra se si e jep atë kulturën e edukatën është totalisht mesazhi më i mirë në botë. Që kështu unë do doja shumë që ti të bëje ndonjë ushtrim tani, nëse do mund të pozicionoheshe. Po, më ja kam dhe gocën këtu. Sa bukur. Po, që e përshëndesim shumë. Ne këtë presim. Mezi po presim, tani do t'japim pak kohë për të bërë gati, ndërkohë Remil. Ja pra, është frymëzim, është frymëzim. Mendoj se ka dhe një gjë. Ajo ka filluar para shumë vitesh, para 17 vitesh. Që para 17 vitesh, le të flasim për Shqipërinë, nuk është se ka qenë kulturë. Unë kam filluar vetë para 17 vitesh palestër, edhe nuk shikoje shumë as djem në për palestra. Jo më vajza, vitet e fundit kam filluar vajzat. Jo më pas të kishe grua, për pas të kishe krijuar familje. Madje ka qenë një gjë tjetër, se në Tiranë 2 palestra kanë qenë, dhe kanë qenë të ndara për femra dhe të ndara për meshkuj. Domethënë kaq shumë ka qenë kjo. Koncepti arkaik totalisht i palestrës edhe po ishte një gjë e re para 17 vitesh, edhe më vjen shumë mirë që me vitet që kanë kaluar palestra, ja siç po e shikojmë.